Thot profeti alayhi salatu wassalam, kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. Çdo kush prej ummetit tim do të hyjë në xhennet përveç atij që nuk dëshiron. I than, o i dërguari i Allahut, kush është ai i cili nuk dëshiron që të hyjë në parajs në xhennet? I tha profeti alayhi salatu wassalam, çështja është krejt e thjeshtë. Men ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Çështja është krejt e thjeshtë dhe shumë e qartë. Ai i cili pason rrugën time, shembullin tim, do të hyjë në xhenet. Ai i cili nuk pason rrugën time, ai nuk dëshiron që të hyjë në xhenet. Elhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ynë i madhërisëm ju drejtua profetit ton dhe i tha: Febima rahmetin min Allahi linte lahum. Walau kunte faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik. Ishte mëshirë dhe ishte mirësi prej Allahut xhaleshanu që ti u tregove i butë me njerëzit, u tregove i butë me ata. E sikur të ishe i vrazhd edhe me zemër gur, ata do të largoheshin, nuk do t'i kishe më pranteje që të bëheshin krah ty për misionin e Allahut xhaleshanu dhe për rrugën e Allahut xhaleshanu.